Ndërkohë që vendi ballafaqohet me paga të ulta, çmime që vetëm rriten dhe standarde të dobët, përplasja politike për ekonominë vetëm sa fillohet. Nga LSDM sot kanë akuzuar se politikat e kryeministrit Kristian Mickoski vetëm për një muaj kanë ulur pagën mesatare për 1163 denar, përkatësisht për 2.3%. Ata thonë se derisa Mickoski prezanton çdo ditë matematikë të gëzueshme për rritje të pagave dhe pensioneve, paga mesatare për një muaj ka shënuar ulje. Sipas tyre, kalkulimet e Mickoskit nuk mund ta paguajnë faturën e asnjë familjeje. Dhe për skaj këtyre, duhet të flasim për, siç thon ata, aeroplanin e ri të Mickoskit. Enti shtetëror i statistikave publikoi se vetëm për një muaj paga mesatare është ulur për 1163 denar, përkatësisht për 2.3%. Për rënien e standardit të jetesës së qytetarëve nuk u duhet statistika, sepse ata e shohin në shtëpi, në frigoriferet bosh dhe në kuletat e zbrazëta. Paga mesatare për një muaj ka rënë për 1163 denar, ndërsa paga minimale prej 26.000 denarësh nuk mjafton as për 1/3 e shportës së konsumit, e cila është rritur në 70.000 denar. Akuzës së LSDM-s menjëherë është përgjigjur VMRO DPMNE. Ata thonë që LSDM-ja të ndaloj me gënjeshtrat, sepse sipas tyre, rritja e pagave gjatë qeverisjes së udhëhequr nga VMRO DPMNE është 70% më e lartë krahasuar me periudhën kur LSDM-ja ishte në pushtet. Ja disa shifra që ndoshta do t'ja bëjnë më të qartë udhëheqjes së LSDM-s të vendosur nga Filipçe. Në qershor të vitit 2017, paga mesatare ishte 22.808 denar, ndërsa në maj të vitit 2024 arriti në 41.252 denar. Kjo paraqet një rritje prej 18.444 denarësh për 84 muaj, që do të thotë se paga mesatare është rritur mesatarisht për rreth 220 denar në muaj. Përplasja mes LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s për pagat dhe standardin e jetesës vazhdon, me të dyja partitë që paraqesin shifra të ndryshme për të argumentuar qëndrimet e tyre. Ndërsa LSDM-ja akuzon për rënje të pagës mesatare dhe rritje të kostos së jetesës, VMRO DPMNE-ja insiston se gjatë qeverisjes së saj, pagat kanë shënuar rritje të ndjeshme. Në mes të kësaj përplasjeje mbetet gjepi i qytetarit dhe pyetja se çfarë tregojnë realisht shifrat.